Përshëndetje Samira, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj ndër vite? Deri sot tek ky teatr. Në fakt është e tepërt të flas për karrierën, sepse sigurisht që shumë herë janë folur bëmat e mia në karrierë, fillimet e mia, rolet, filmat, pasionet, dëshirat, por meqense ju më kontaktoni për të parë sot edhe mbas edhe ata që ndjekin portalin tuaj kanë interes për të dëgjuar diçka, mua do të duhet që të theksoj fillimet e karrierës time, pavarësisht se kanë qenë të vështira mbas Akademisë së Arteve, unë u emërova në një fshat në Pirk të Korçës dhe sigurisht që pasioni, dëshira mu fashitën atje, sepse më duhet të merresha me një tjetër gjë, duhet të merresha me aktivitetet kulturore të fshatit atje. I bëja dhe ato me dëshirë, por sigurisht zemra ime ishte thyer. Ndërkohë, fillesat janë në estradën e Korçës, mbasi drejtori i atëhershëm Petra Izoto bëri shumë përpjekje për të më kthyer në teatr. Më pas, duke bërë disa role të para, realizime, fillova të kthehem në teatr, të bëj role në komedi, të bëj rolin tim të plot të parë, Vajzat me valutë me Regjinë Llazi Serbos, dhe prej atje nuk jam dalur më me role kryesore, dytësore, karaktere në komedi. Paralel kam bërë filma, kam realizuar filma në rinin time, filmin Eja, filmin Njerëz në rrym, për të pasuar më pas me telenovela, me filmat të radio televizionit publik shqiptar, me filmin Ylka, një bashkëpunim me Zvicrën, ne kemi xhiruar në Gjenev, kemi realizuar një film shumë interesant që vazhdon edhe sot të jetë i tillë, dhe më pas në vitet e fundit shumë role në teatr, në film. Në karrierën time unë do të veçoja disa nga rolet me të cilat edhe jam vlerësuar, por dhe jam ndjer mirë. Kapitulli 2, Efti, kapitulli 2 nga Neil Simon me Regjinë Qendrimrianit, unë kam luajtur Xhenin ku kam merituar dhe çmime. Divnën tek Doktor Schuster ku kam merituar çmimin Kult në vitin 2016. Gjithashtu kam luajtur Shtëpia e Bernarda Albës, prapë me Qendrimrianin, por kam pasur dhe rolet tjera Enisa Eftiqia tek Jovan Bregu Refugjat me Regjinë Gurikoços, ku kam merituar çmimin Mojsiu në festivalin Bar Kombëtar të teatrit. Shumë role të tjera për të mbritur së fundmi me një martesë, një divorc, një funeral që ne po e shfaqim në Fier, ku luajt Pamin me Regjinë Rovena Lules, edhe Vasha Zheleznova me Regjinë Enke Fezollarit. Ka shumë role, nëse do t'i hapja, do zgjatesha me Regjinë Dimitror Gockës, Kopracin, kam luajtur Frosinën me Koço Qendrën, e shumë të tjera.